Veni pse jo një libër, unë jam katolik, ose jam katolik. Mund ta bëj, nuk e dihet. Mund ta bëj më vonë. Jam katolik, jam kristian, pse jo? Mund ta bëj. Veni ju në promovim. Ky libër nuk përjashton librat e tjerë që mund shkruaj. Ju Pavarësisht se këto ditë ka thënë shumë njerëz pse merresh shumë me fen. Më pëlqen shumë feja, më pëlqen se feja për fat mirë apo të keq ka kompozuar botën që kemi. Mos e qenë këto ndarje fetare për 2000 vitesh, bota do kishte pasur më pak luftra, më pak konflikte dhe më pak ndarje dhe më shumë zhvillim. Për fat keq fetë kanë ndarë shumë botën. A është krijuar për Jo zoti, fet. A është krijuar përshtypje që ti nuk është se merresh jo vetëm me fet, po merresh kryesisht me fen muslimane? Nuk besoj, po në Shqipëri feja muslimane është dominues. Pra dominon. Dhe në 300 vitet e fundit ka ndodhur diçka në Shqipëri. 60%, më shumë se 50% e popullsisë kanë kthyer, janë konvertuar, kanë qenë krishterë edhe kanë konvertuar musliman. Duke marrë një fe që nuk ishte pellgut ton, ishte fe që ka ardhur nga një civilizim i largët, nga arabët. Edhe kjo është një udhkryq i historisë tonë që duhet shpjeguar. Edhe akoma na ndikon. Akoma na ndikon sot. Sa udhëtime duhet bëj Beni në Mekë që të bëhet musliman? Unë nuk besoj se do bëhem musliman, për personazhin që kam aty është bërë. Pra, shkrimtari që përshkruan libër është bërë musliman, edhe kjo i ka vënë emrin librit. Ka shumë njerëz që keq kuptojnë sepse shohin kovertinën dhe mendojnë që jam unë muslimani. Unë nuk jam personazhi im. Unë kam krijuar, por nuk jam ai. Pra, ekziston që kam dhënë xhaketën time, kam dhënë pallonat e mia, disa nga mendimet e mia, pa ai ka rrugën e vet. Është një personazh i pavarur që në fund fare për rrethana të caktuara u bë musliman, por nuk jam bërë musliman. Unë jam ateist. Beni, ju keni në librin tuaj keni bërë një diferencim mes muslimanëve dhe islamikëve. Po. Sa përqind e shqiptarëve janë muslimanë dhe sa janë islamikë? 99% e shqiptarëve që janë të fesë islame janë muslimane. 1% e shumë e vogël. Fatkeqësisht e arabizuar, djemë të rinj që kanë bërë shkolla në Orient, shkolla fetare, teologjike, ata janë shumë të ndrydhur e shumë konservatorë. Islami shqiptar apo muslimanë shqiptarë para luftës, flasën për vitet e mbretërisë, as shumë më parë, ka qenë shumë i hapur, shumë liberal, shumë bashkëpunues, kur sot janë bërë shumë sektar. Kanë veshur gratë, nuk pranojnë njerëz si puna ime që kanë mendim ndryshe, a quhen gjithë qafir, dalë njerëzit problematik. Muslimanët normal, unë kam pas familje time musliman normal. Nuk flisin fare për fe, dhe ishin shumë liberal. Edhe kjo është ajo që e ka shpëtuar Shqipërinë. Kjo lloj tolerancë, që sot ka një kategori të vogël njerëz që se kanë më. Veni, a është feja dhe inteligjenca artificiale dy tema që ti merresh për komercializëm? Çdo më thënë komercializëm. Dhe feja shet edhe inteligjenca artificiale. Po këto janë temat e mëdha të botës. Për çfarë diskuton sot bota? Për inteligjencën artificiale, për fe padyshim, edhe për këto betejë që linin edhe për shkak të feve, edhe për shkak të feve. Çfarë është konflikti në Palestinë? Nëse arabët dhe hebrejt do të gjejnë një feje, do të kishte pas konflikt është. Prej, nuk e di, 2000 vjetësh, për 1500 vjetësh. Në thelb të kësaj ndarje është edhe feja. Është edhe fe. Pra, nëse u merrem me këto tema, ato janë temat e mëdha të botës. Siç është inteligjenca artificiale, ja marr vjet me inteligjencën artificiale. Dhe shumë njerëz më thanë, përshtytet ty më thanë, dushi provokon. Vjet në librin tim për paraqesin artificiale, që shpjegoj si do ndryshojë shoqëria jon kur AI të dominojë jetën tonë, siç po ndodh pak a shumë. Kam thënë do vi ditë ku të ketë ministra digital. Dhe diella ndodhi. Pra, diella ndodhi para 2-3 muajsh, e kam parashikuar te libri paraqesin artificiale para një viti. Unë nuk provokova, unë vetëm parashikova. Zoti Vloshi, është parashikim apo është një frymëzim i Ramës nga libri juaj që vendosi që të krijojë një ministri digjitali? Së di këtë gjë, nuk e them dot. Po nuk besoj. Do mbi të mirë ishte vërtet. Po mbi të mirë ishte vërtet, që marr frymëzim te libri im. Por diellën e kam parashikuar dhe po të futem në faqen time në internet, në Facebook, kam një video që kam thënë shumë shpejt do kemi ministra AI. Ndodhi apo? Si ishte provokim? Zoti Vloshi, ju në promovimin e librit tha që gati 25% ose 30% atyre që kishit shkruar në librin voto i keni hequr. Është vërtet është, e kam bërë për 2 arsye. Sa të lirë bën kjo gjë shkrimtari? Kam bërë për 2 arsye. Para për ekonomi letrare, vësh një libër me shumë faqe është pak e vështirë të lexosh. E dyta, edhe për një qetësim shpirtërash, kam pas disa faqe pak delikate, apo disa fjali delikate, si edhe me këshillën e miqve të mi kam zbutur, apo botuesin tim, i kam zbutur pak. Sepse Shqipëria sot nuk ka kritik letrare.
Pra të ketë një personist që merr një libër lexon artistikisht. Edhe thot, është i mirë, është i keq, i lexueshëm, i pa lexueshëm. Njerëzit marrin libër me 300 faqe dhe gjen një fjali. Pra gjen qimen kasht. Edhe atë fjali është shpërndajnë në 50.000 adresa Facebooku dhe libri paraqykohet për shkak të asaj fjalie. Ndërkohë që njerëzit nuk e lexojnë fare çfarë është teprica. Kështu që për të shmangur këto keq kuptime, që nuk shmangen dot në rastin tim, unë jetoj me keq kuptime që më krijojnë të tjerët, e kam bërë këtë redaktim. Drastik do thosh. Si është pritur libri? Dhe tani mirë. Po akoma shpejt, njerëzit po e blejnë, po akoma s'kan lexuar, sepse nga procesi i blerjes deri leximit ka një fazë bosh. Do të shkosh në shtëpi, të shlodhesh te shpucët, zihesh pak me burrin, marrësh së punte me familjen, gjesh një kohë lirë dhe lexosh. Kjo është proces pak më i ngadalshëm. Pam një replikë që kishit në rrjetin tuaj Facebook me një, po themi, musliman që thoshte që unë e sfidoj Blushin në një debat dhe unë ma përdit që ftesa është të përgjigjen gjithëve, por nuk jam teolog. Plus të bëj debat me njerëz spanjor, e për çfarë do të bëj këtë gjë? Jo, ideja është, pyetja ime është, a është i gatshëm Blushi që të bëj debat për fen? Unë nuk jam teolog, unë jam shkrimtar. Hoxhallarët bëjnë debat me njëri tjetrin, me friftri, me hoxhallarë, kjo është punë e tyre. Unë s'bëj debat për çfarë bëj debat? Për librat e mi? A mund bëj debat për librat e mi? Ose këtë do bëj? Beni, keni një ftesë për... Po nëse ka një bashkësi të rinj musliman apo jo që ftojnë dhe më pyesin aty për çdo lloj gjëje, për shi librat e mi, për shi çfarë mendoj për fen, për Zotin e për profetët, jam i gatshëm shoj. Kështu i di përdore këtë, e thuaj atyre Ben Blushi është i gatshëm ta merrni ta pyesni për çdo gjë. Po bëj debat me çdo njeri që del në rrugë, është pak e vështirë, s'kam. Beni, keni një thirrje për gjithë ata të lexues të cilët e shikojnë kopertinën tuaj dhe vendosin të mos e lexojnë librin? Mbien keq për ata, sepse privojnë veten nga kënaqësi e madhe. Sot jeta jonë nuk është aq e pasur sa për ditë ke mundësi të lexosh një libër shumë të mirë. Libri Jam musliman është një libër që shkruaj shumë mirë. Unë kam lodhur shumë me atë, para se kam shkuar shpejt. Fjalët e mia janë shumë të bukura në disa raste, kam përshkrime fantastike të Mekës, të profetëve, të ngjarjeve që ndodhin. Dhe ata thjesht privojnë veten nga një kënaqësi e madhe, është si të provosh veten nga një pjatë shumë e mirë. S'është për fajin tim, është faji tyre. Libri në fund do shkojë aty ku duhet. Zotë Blushi, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë.